Sonte ju prezantoj një aktivist të veçantë. Aktivisti që ditën shitej si shpëtimtari i partisë, natën shëtitke me kerre vetura luksoze. Ajo shfaq si aktivisti përkushtuar, por njëkohësisht të lypore edhe shokëve të partisë vetë. Me arsëtimin preks, i kanë familjarë të smurë. Por e harre një detaj shumë të vogël. Luksi edhe lotët nuk shkojnë bashk. Dhe sapo mbaruan zgjedhjet, aktivisti i VV-s u punësua në PDK. Sonte ju tregojmë historinë e Albert Shabanit, shikus të nderuar. I kam shkru prom. I thash, po kam me fol me ty diçka. Ma ka qenë një foto pe spitalit, thaja me një familjar, tha unë ortopedia që pa dione, si di mirë ato reportet. E kemi hullum tu, nuk ka qenë e vërtet. Po, me pas vetë që duhet. Kështu që kemi thirë WhatsApp, me qëllim e kemi thirë WhatsApp që mos mu hetue ingjëzimi bisete sepse kemi ingjëzue. Vazhdojmë. O, do e me mire. Po ku je me poshtë, zote, ku je? Që e ka banë? Valoj që, a që ka luet prom? Valoj birë është që që thënë këtë e kanë mëtrat, gratë mëtrat, që në Bajanak. Po. Në herë konë të Finland, ka pas një ndërhyrje jetë për gurë në vesh, s'ka pas sukses. Në herë në Prishtinë, Shkop, për të dhe shpro me hi, 4 herë me na vite e po pak se shëmë, më dhem. Qa më thuaj? Po mire ka nejmë, po më duket me sukses e ka kalu. Hinte, po është familjen hinte. Atë zdia ke po, më kanë lëndu që të të shëmë me degoditja tëlta. E janë shu një farë së përdi Po që të të shkanë lojnë të poshtë, po të vëllojnë, të ka du drejt nuk e di që ka ndodhë. Edhe më do këtë këmë shkru ty, po të s'ma ktheve. Ja, mire ki. Po jam kojta që të mëllë i Allah komës, di keni ka so për këtë pasulli. Doj, në ti e para, nështë thamë gjenerot me, unë jam 33 veqorë. Doj, në tradish shqiptorit, në tradish shqiptorit, dhura për dhura në gjithë mund ka pos nevoj. Edhe sot ka nevoj. Po, me dalë me të gëti, dikështë për mes një të mija që ta ka bo, unë jam mirë një, së nga aprat nuk e ndohë. Po në kështë e më Qa ka ndohë, Albert, ta bëme ditën? Doj, unë kurse më hëj faktin, se zotën e kena për mi, më ka një mu, njerës mërgatës, njerës Kosovës, zdërë që ku pos nevoj. Ta është, unë, qysh më thonë pak, edhe nashta hupa pa kontrolin për shkak gjendja stronë në familje, edhe e bona dhe reagime ku janë dole ata me dhe postimin e për media, ne e këna qukti por, e këna ka mashtue, e pse bre burti nuk të reagu dhe sa bona fushat, do më sa bona fushat ke okej, ta është si e krejta fushatën, me herë me godit. Po qashtu diçka ata, se mura i djallin pun, a i falim në respeti buraj njëri mirë, edhe më tha, a stajnë për në, i tha, me kanë bo, shumë interesant, tha. A janë emision e tha? Po në emision e tha edhe s'lejke as me fol bile. As me fol s'lejke, vend të e u përgjithshke, o s'di qka ke lyptja të me shkue. A s'lejke as me fol. Për 300 e rrugë. Kush është taj be? Se s'pën gjohi që nëve? Qëndrim kryeziju. Qa për nënaj? Ka këtë kompaninë rjetë të internetit. Kablovika kështë. Edhe tha Albert, tha mësë shka tha jashtë të dhe, që të tha e mërë një rrugë sa më hongër me pjati shka, tha dhe, ma mirë këto pak e nga të thmive, se dikon tha shumë, tha e larkë thmive.
Kush është ai që ka reaguar? Vesh kam po. Vesh në lajme kam po. Jo, po... Në lajme e po da aktivista këshin shpërndo. Po qata, se në këtë tashme jam në ka ekspediva loj, po jam bo... Qata që më ka një mu, tash, qërë atoj, edhe runa se më lip në din. Ti që e në tash 100 euro ty. Edhe thamë doj me të halal për e se të zotit. Ta një mas 2-3 mujve në ty me ti postua, me dhe që e që atoj 100 euro. Jo 100 euro, për e në ledhe ekip, kanë ledhë të holla edhe e në 1000 euro. Porët e ty në nuk jenë shku në venin e duhur. Kjo është ajo. Kështë që? Cool. E qka ishin ato screenshot, ata 1000 euro, ishin qitë montajena? A? Ishin 1000 Po që fa mirë. Po, ja, aja është e vërtet, aja është për vindërthurit, pika veves, atje. Ja, se më haj. Po, në Zvicër. A dhe që shodoj? Unë fakt të një me, o rast interesant, unë kër ka posë fushata zjedhore, mu s'mi ka interesu punë me për familjen të eme. Se e ku posat dhe notën e ma, po të gjithë mund me atutën që mos për ngritën këta e mos për ullet këje, gjithë mund ka mojt një farë si vetë presionin me dhejtë e kështu. Shumë presioni madhë, mas 10 dite, je shkuje i në punë për 300 euro të ish kandidati për të kësë. Bile të marrë ke me vete nuk lekas me full në emision. E tani ku pëthom ashta me punu dit natë, shamull natë ku punu rete sociale, ku po video, ku po postime, ditën ka hek zemrave do në teren me punu me gjenë. Po adin, kjo në teren kushtën shumë doj se ti, nëse ti vendus me na ditë me shku në 2-3 qytet ose 4, aty nuk mund të shku që gjithësysh, do të me pos vetua, do të janë shpenzimet, shamull këtë leves shpej, Prishtinën, Kaçanik. E kështë ka thonë ty që ti do të me shkue në për qytete. Ti as nuk e kon kandidat, as e kon i deleguë ma as kur gjë. Kështë ka thonë ty që ti do të me shkue në për qytete me bo fëshot. Kështë një aty në Kaçanik. Si kandidat. Si e kon në garë. Kështë ka deleguë ty. Ti me që e shue vetë, e shkue edhe atë porët që javë ke morë për familjarë të sëmur, i ke arsytua nena që... Next! Qa ta mund pa ta të kësh për isnal të ana një formular, unë që isha gjash, qa me të thonë për formular, shkua që isha shkruva për CV. Dhe dykur të një më shku të në talë Berta Loj, thas, s'pëtin që me bo, thas se dhe për folin keq për ty, dhe për folin mirë për ty. Ta shqyre për mos me shkaktu, si farë pa lidhje, heq në më krejt ma mirë, e mos del, që mund me dollë, në janë analist, të në i media, tani me thonë që jam rrug me zveta, apo të nuk dhe ishë o në kësi senësh. E që të tash fillon historia e Albert Shabonit. Këtë tipi ka menue që si të blesh një telefon, edhe ti bëjsh një 10.000 follova, edhe ta bojnë share një 100 vet, ti e ki drejten ekskluzive më bot deputete ministere. Edhe ka thonë, unë për shkaj. Edhe shkuj ka thonë aty unë për du me hi list. Ate ka unë në regull, ku shijet janë, as si vinë. Kër e ka këshyrë s'ka shkoll të meth me heq. Edhe ka thonë, na vje kesh për kështë, nuk funksionan kështë. Qa me bo me ty? Next. Se edhe e shumë prak zjedhe, unë e për veti, unë e mëjme të garantu që gëzë matë madhe kër këna fitu, plus kër galim djarli ma 6 djetë. E pa qysh ke puna ti me bo këse emision me qatë shkëllqimash, qysh e pa temne? S'pët një. Emision, po thëmë, pse shkojnë emision me to? Me qëndrimin a? Pa. Me qëndrimi, tha, a shkojnë masë me nëjnë që të ku morë në partia, po den. Tash me gjasë na hetej pak, që po e njëzojmë edhe po do të pak me relaksu biseden, kinë se na pëdojnë atash me bo sponsor që shefin e tina, që tipin e tina, so me shti apet, ta në ma vojnë me qita apet. Shkojmë! One thamë me që ta, ja reklamojna na biznesin, në ndonë të bon ja reklamojna biznesin, aty na pagun me të hodhe. So i thua, që ishtë me thua?
Po mas pore, se unë nuk përdi as çfarë biznesi ka, mas pore këshyrin çfarë biznesi ka, qysh po dëm me reklamu çfarë, tani ja dhona Që na tash ofertë. ta qaj faqen në ta qaj faqen. Okej, ma qënë kur të kryna bisedë, ma qënë në WhatsApp. Po, Tani ja ta bëj dërgoj ofertën edhe i kallëzoj çka qysh ku kena më postu. Në rëtë kë e kena sigurisht. A dini që e kam një problem me kësi njerëz që mbështesin parti politike. E mbështet një 2-3 muaj që është edhe si të fitë naj, i duket vetja që është interesant. Ta shaj du të mu vetë. Dyshysh? S'pa kupte, për dini që për du me thënë? I duket vetja që ai që ka marrë pështetin duhet marrë me akru shpine këtina, apo kuptan? Edhe i kuptoj se është primes pak si që është ti e këta e qendra vëmendjes tani një 4 vjetë mos merret kësh me ty. Ke i besu kur, për shembull, unë që i thras të politikan ka erë në emision të nallë më refuzojnë. Të njës se, si e a nejes nej, më qunët nesit mi shoh. Apo kuptan? Come on, man! Po s'dën me marrë që mi bo, tash ati, qa mi bo? S'dën, i ko punë të vetaj. E këtë sëset bishti, sëset këtë bota, ngëne. Valloj, një e di që po tut në të më ndalë fjallë të pleshve që kanë thonë shqiptore sa më qëtet. Valloj, në mes dhe me do të ashtu. Gjithë i pritë, gjithë me shprese, gjithë i pritë, gjithë i bëhet mirë. E koha shkaj. Po, ja, pa, i thashe për qatë ka rajt, pra, atë, se s'po këptaj, ka rajt, se po deklarën në televizion që paret i ka shfridzu për fëshata, në fakt na i ka li për smuja. Qa të i shidhnuaj, se i sen tjetër. Të tha ka drejt, apo ka drejt me shku me punu ku dojnë, ka drejt me dalën për dëkë krejt, se në zbohet. Po te vllate gjatë ma një punë, pro nësë për punu kërkon heq, gjatë ma i punë dikon, nësë për me të përtu, kumë provun të në venat. Po, ama di ku problemi këtë? Problemi është që ti se ke zgjidh problemi, ti e hinë 300 euro rrëg. Unë të kisha kuptu nëse kisha morë 6.000 euro rrëg. Po këta kisha mujt ben, në të cepre me hi kisha mujt, unë të kisha shti. Apo këpten? Aty në ju ke lyp listë deputet dhe të këta e shku pastrues për pënen. Come on, man. Po dhe, a ti ka zgjidh problemet që ke punë ty, jetësore për shemë. Jo, kjo asë mi ka zgjidh, asë nuk mi zgjidh. Nëse nuk e bajnë dhe një punë tjetër. Unë do të me punu, tash më kanë tira dhe një vend, diçka me punu, të shumë, studia së vetë qka. Dhe me thonë nuk ja ka zgjidh problemet, për që ta kalon gërbetin. A beshini që kë, asë nuk u konë të shkun gërbet. A beshini që kjo është fore e kilavt. Tia si pas ka zgjidh, tia as pun si pas ka... As pun as pidel këtina, kjo të lip një tjetër e pas ka thirë për spet dhe për qa. Dhe mre këtë rana, për që vjen njëri 5 vitre për ty e kush... A këten, nuk jime me dekipte, nuk jime, si në qatë të foza, po këten. Nuk i shpenda Ahmetin atë ko, po këten. Kje bro është paka shumë se qka është kje farë drama e Albert Shabonit edhe ati kandidatit që seriozisht po kujtu e them, edhe pse ja përmen e 700 herë. Një drama e ullt, një katastrof. Mu më dhime këta njerës, se seriozisht këta më bështet partive, pa dalim, partive ke partive. Se vjen një moment që pëndohen se e qesin vetën qasirolës që nuk i takon. Shemëll është ai, që ko ajtë të rejdranites që është me pëdëkën, që jetën Suedi. Se u konë me Albin Kurti në gjëkat, një më mna pak dikush. Nejse, nur e din më duket, i drenica, di që shiknën e që. Edhaj, e një moment koj ke dhike, pëdëkjeve që dhe të më mre. Se e kish menu i ka dhonë veti qasi, ndikimi qasi roli, që pëdëkja partjetet me ngo, edhe sart fletaj, sart të rej dikën, sart të shon dikën, të ofendën dikën, me a pagu gjyqin, gjëkatat, fakturat, apo këpëtën, edhe të shpia me shku me akru shpinën. E mu më dhime, po, jo qështë nuk më dhime, se seriozisht e kemi faktua kë është shumë dëllëvergji, i thret njerëzit, në ka thira dhe neve.
Na ka thirë, na ka lyp pare për shumë të smute për anena, për kënena, këveç kanë shet, edhe aty nuk është që të pënuet. Nuk kanë fakte, amo, kur edhe 2 javë që të me i, së është këpëntër. Kesh të unis për njerë për Sofje të, s'ki nevoj me shku në Sofje, nuk, ta shi kjem vizat, veç i hyp, Prishtin Bazel. S'ki nevoj mo ilegalisht është, edhe arsjetimin kjo e komplikën, apo këpëtan?